duke qenë se spaku ose uji spakut është mbi gojën e Edi Ramës, ai nuk merr dot më frymë me gojë, ka mbetur vetëm hunda, thënë kjo në kuptim figurativ, dhe ai po bën një lloj qasje dominante për treguar që unë jam kryeministër, unë kam 83 mandate, unë vendos dhe për rrogat tuaja. Populli na ka votuar ne si majorancë, ju ka votuar juve si prokuror, madje për ta bërë dhe më të plot këtë, pastaj janë dhe zërat e tjerëve që thonë Republika e prokurorëve e tjerë me radhë. Tani, se kur arritëm ne Republikë prokurorësh, që para reformës në drejtësi nuk prekej drejtori më i thjeshtë dhe u bën kaq të fortë prokurorët sa të vendosin për gjithçka, kreu i spakut Altin Dumani 2 ditë pas i la detyrën, po qarkullojnë lajmet pa konfirmuara që ka qenë rrezik për jetën. Tash si u bë kjo Republika e prokurorëve kur një personalitet i drejtësisë si Dumani u ndje rrezikuar vetëm 2 ditë pas i la detyrën. Këto janë pralla, më Kjo që arsye që u përforcua me shërbim rojesh? Po. Do të thënë, nuk tani, a janë për respektimin e të drejtave të njeriut për një proces drejt gjyqësor, jam dhe unë, patjetër, por sulmi ndaj një drejtësie ende të brisht, për mua është e papranueshme. I jap të drejtë zonjës Kushi në disa element që shtroj, po, reforma në drejtësi ka qenë një iniciativë e Partisë Socialiste në vitet e largta të ardhjes në pushtet, u artikulua për tyre, Rama bëri një punë shumë të mirë. Që kur qenë në opozit, që kur kanë qenë në opozit. Ka qenë në programin tonë. Ka qenë në programin tuaj, atë po them, po jam një. Sa po erdhëm në qeverisje. Dhe Rama ka bërë punë shumë të mirë deri në rastin e Veliajt, ku nuk komentonte asnjë çështje të drejtësisë. Nga rasti i Veliajt, tutje, ky standard është hyrë, sepse e di Edi Rama. A mund të replikoj vetëm pak, ju lutem? Edhe në këtë rast, ne nuk po merremi me individin, as pak. Problemi ynë është vetëm balanca e pushteteve dhe funksionet. Çështje më individuale se paga nuk ka, zoja Kushi. Jo, po flisim për rastet e emrave konkret, me që thatë pas Veliajt. Unë thash, ne asnjëherë nuk komentojmë rastet individuale të funksionarëve, të zyrtarëve, të cilët hetohen nga drejtësia. Përkundrazi, i nxisim organet e drejtësisë të bëjnë punën e tyre dhe nuk i dalim në mbrojtje askujt. Në këtë rast, Këshilli i mandateve dhe rregullores, nëse nuk i dini dikujt. Ne e kemi sqaruar. Pra, në këtë rast bëhet fjalë për ngërçin e krijuar mbi tejkalimin e kompetencave të një pushteti mbi një tjetër. Sipas interpretimit tuaj. Jo, edhe sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese. Ju e dini, të gjithë anëtarët ranë dakord që problematika qëndron, sepse